Akuzohet për përdhunim, gjykata spanjolle merr vendimin për ish-mbrojtësin e Barcelonës, ish-lojtari i Barcelonës Dani Alves. Dani Alves fitoi apelin e tij kundër një dënimi për sulm seksual pasi një gjykatë spanjolle përmbysi vendimin të premten. Alves u shpall fajtor në shkurt 2024 për përdhunimin e një gruaje në një klub natë në dhjetor 2022 dhe u dënua me 4 vjet e 6 muaj burg me ish-mbrojtësin e Brazilit dhe Barcelonës që mohoi se kishte kryer akte të tilla. Gjykata vendosi të premten se kishte prova të mjaftueshme për të përjashtuar pezullimin e pafajësisë së Alves. Para gjyqit të vitit kaluar, viktima e supozuar u tha prokurorëve të shtetit se kishte kërcyer me Alves në klubin e natës dhe kishte hyrë me dëshirë në banjë, por më vonë, kur ajo donte të largohej, ai nuk e la. Ajo tha se ai e goditi me shuplak, e ofendoi dhe detyronte të kryente marrëdhënie seksuale kundër dëshirës së saj. Alves i mohoi këto akuza në gjyqin treditor. Ajo nuk më tha kur të ndaloja, ne të dy po kënaqeshim, tha Alves, ndërsa përsëriti se gruaja nuk kërkoi kur të largohej ose nuk bëri as një shenjë se nuk donte të bënte seks me të. Ai gjithashtu mohoi ta kishte goditur apo ofenduar atë. Alves, tani 41 vjeç, u mbajt në burg nga 20 janari 2023 deri në mars 2024 derisa u lirua pasi pagoi 1 milion euro për lirimin me kusht, ndërsa priste apelimin e tij. Prokurorët kërkuan që dënimi i tij me burg të rritet në 9 vjet, ndërsa avokati i viktimës donte që ai të qëndronte pas hekprave për 12 vjet. Ky vendim mund të apelohet në gjykatën supreme spanjolle në Madrid.